Në prag të 2 ndeshjeve kualifikuese për botrorin 2026, djenorët e pasdites kanë arritur futbollistët e ftuar, të cilët janë pritur nga seleksionuesi Blagoja Milevski. Në grumbullimin e parë, pothuajse kanë arrit të gjithë futbollistët e ftuar, andaj në orët e pasdites është zhvilluar seanca e parë stërvitore në kampin stërvitor të FFM-s. Në grumbullimin e parë, i pranishëm ishte edhe tani më ish futbollisti Hajdukut, i cili është në kërkim të angazhimit në ndonjë ekip tjetër. Trajkovski, i cili mbahet mend me golin që e shënoi kundër Италисë, andaj të gjithë duhet të fokusohen për të dhënë të mirën. Svakako сега е край на сезона, нели завршуваат сите играчи завршуваат во своите клубови, но сепак Tani është fundi i sezonit në të gjitha klubet, por ky cikël është shumë i rëndësishëm për ne dhe patjetër maksimalisht të fokusohemi në këtë cikël. Ndeshja e parë zhvillohet në shtëpi me Belgjikën e pastaj shkojmë në Kazakistan. Mendoj se të gjithë maksimalisht duhet të vihen në funksion të ekipit. Ndoshta është e rëndë pasi është fundi i sezonit, por pas këtyre 2 ndeshjeve mund të pushojmë. Shpresoj në më të mirën. Filluam mirë, shpresoj se kundër Belgjikës do të tregojmë më tepër përqendrim deri në fund të lojës, të nxjerrim mësim nga ajo ndeshje me Walesin, deklaroi futbollisti Aleksandar Trajkovski. Ndeshja e Maqedonisë së Veriut Belgjik do të zhvillohet më 6 qershor në arenën Todor Proeski në Shkup, me fillim në orën 20:45 minuta. Federata e futbollit tani më ka nxjerrë në shitje biletat për ndeshjen me Belgjikën. Çmimi i biletave do të jetë 300 dhe 500 denar dhe atë kryesisht online përmes etiket.ffm.mk.